një nga lojtarët më të mirë gjithë kohërave të futbollit, një njeri që një nga punëtorët më të mirë, sepse ai talent nuk lindi siç ka lind Messi, pa ju bë me punë me vullnet të jashtëzakonshëm edhe sot e kësaj dite, ajo që e mban ashtu fit, e mban puna dhe vullneti, por një gjë, sipas meje gjithmonë opinionin tim, mund ta kem gabim, por nuk besoj, në qoftë se Portugalia ka një shans të dalë kampion bote, është pa Ronaldo. Sepse Portugalia lun parimisht me 10 lojtarë dhe jo me 11. Nuk mjafton vetëm dëshira, nuk mjafton vetëm egoja, leadershipi, organizimi i skuadrës që i tërheq skuadrën, nuk mjafton ajo për të animu skuadrën në aspektin fizik sidomos, në aspektin të shpejtësisë, mendimit, veprimit, e shumë komponent tjerë që ka nevojë loja e futbollit. Ronaldo është një pengesë për atë skuadër. Dhe ky trajner, për mendimin tim, ky trajner është gabim në atë ekip, është gabim, sepse ai trajner të lesh Ronaldo 90 minuta, heqësh Vitinjen, që ishte lojtari më i mirë në fushë, të heqësh Nuno Mendes, lojtari më i mirë në fushë, pa diskutim. Domethënë dy lojtarë më të mirë në fushë ti heq dhe le Ronaldon aty, atëherë ti nuk do ta fitosh ndeshjen, ose nuk e ke aberin asaj gjëje pra si trajner. Dhe unë për atë trajner s'kam simpati fare, pikërisht sepse jam i sigurt që ai ka ardhur aty fal Ronaldos, dhe sepse veprimi që po bën, pra duke e majt Ronaldon aty non stop, pa e zëvendësu dhe e shef me sytë vet, e shef çdo njeri që s'kupton edhe futbollin, që Ronaldo aty është pengesë për atë skuadër, atëherë i bie domethënë që ai nuk është trajner që e meriton në skuadër. Dhe e thash edhe herë, nëse nuk do heqë Ronaldon, Portugalia nuk ka shans. Vetëm nëse me fat mund të shkojë deri në 1/8.